Allah subhanahu wa ta'ala kur ka kriju njeriun e ka kriju me një arsye mallore, me një synim mashtor, i cili është adhurimi i Allahut azza wa jalla një dhe i vetëm, pa i shoqëruar dhe pa i atribuat i shok në adhurim. Ti thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindet edhe njerëzit nuk i kam kriju për arsye tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. E kjo është qëllimi i krijimit të njeriu. Kjo është qëllimi i krijimit të kësaj gjësie, qëllimi i krijimit të qiejve dhe të tokës. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala i zbriti librat e shenjtë. Dhe për këtë arsye i dërgoi të dërguar e tij, i dërgoi pejgamberët e tij dhe mosmarrveshja që nisi mes pejgamberëve dhe popujve të tyre ishte pikërisht kjo arsye. Adhurimi i Allahut azza wa jalla një dhe i vetëm, ndërkohë që ato i atribuoheshin Allahut azza wa jalla të adhurum të tjerë krahas tij. Njerëzit ndanen në besimtarë dhe mosbesimtarë. E Allahu thot në Kur'an: "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Një grup për në xhennet dhe një grup për në zjarr. Si pasojë e këtij qëllimi, po ashtu në ditën e gjykimit veprat tona vehen në peshor në ditën e gjykimit dhe njerëzit shpërblehen për veprat që kanë bërë në këtë botë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që kjo fe, Islami është këshill, duke thënë ad-dinu nasiha. Feja është këshill, e sinqertë, është sinqeritet. Nuk ka dyshim që kjo ka një pozitiv tepër të lartë në Islam. E këshilla më e sinqertë dhe më e mirë është e veçimi i Allahut azza wa jall në adhurim. Tregon Sheikhul Islami Ibn Taymija duke thënë: "Gjaja më madhështore me të cilën mund të adhurohet Allahu azza wa jall është këshillimi i robërve të tij." Me këtë Allahu azza wa jall i ka dërguar të gjithë pejgamberët. Nuk ka këshill më madhështore se sa këshillat që ka të bëjnë me lidhjen mes robit dhe Zotit të vet. E dëshmi për këtë është fjala Allahut azza wa jall: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kush flet më bukur se ai i cili i fton njerëzit tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ban vepra të mira dhe thot unë jam prej muslimanëve. E thot rreth këtij ajeti Sheikhul Islami thot synimi i thirrjes islame është që t'i bëhet e qartë njerëzve qëllimi për të cilin janë kriju, i cili është adhurimi i Allahut azza wa jall, adhurimi i Zotit të tyre i vetëm ai pasha. E pikërisht ky është saku dhe përfundimi i çdo besimtarit, siç thot Allahu azza wa jalla: "Wa anna ila rabbika al-muntaha." Dhe kthimi përfundimtar është tek Zoti jot. Ai i cili synimin e ka për tek Allahu azza wa jall, zemra e tij rreth për Allahun subhanahu wa ta'ala, i runcaqet Allahu azza wa jall dhe i kryen ato urdhnesat e tija, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala këtij njeri ka me i dhanë përmirësive të kësaj bote dhe botës tjetër. Pikërisht kjo arsye ishte çështja kryesore e misionit të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur Allahu azza wa jall i dërgoi pejgamber tek popujt e tyre, nuk ka dyshim se problemet e tyre ishin të shumta, kishin probleme sociale, ekonomike, morale, politike e më radhë. Por se Allahu azza wa jall ku i dërgoi me një fjalë duke i thënë: "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." I tha që ti tregonin edhe ti mësonin popujve të tyre që adhurojeni Allahun azza wa jall, një edhe të vetëm, ju nuk keni të adhuruar tjetër me të drejtë, vetëm se ai. Kjo ishte fjala me të cilin janë dërguar të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i fliste popujt të tij thonë: "Qulu la ilaha illa Allah tuflihu." Thoni nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, vetëm se Allahu azza wa jall në mënyrë që të shpëtoni. Po ashtu kur e ka dërguar Muadh ibn Jabali, një prej shokëve të dalluar të profetit alayhis salam, e ka dërguar në Yemen me i mësu fe njerëzve atje. Ata ishin i thart librit dhe i thot: "O Muadh, ti je duke shkuar tek disa njerëz që janë i thar të librit." Edhe i thot: "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah." Le të jetë gjaja parë në të cilën ti kemi thirrit ato veçimi i Allahut azza wa jall në adhurim, me adhuruar të një edhe të vetëm. Një prej sahabeve, Amr ibn Abasa, para se të bëhej musliman, ishte prej atyre që nuk i adhuronin idhujt. Edhe kur u dërgua profeti alayhis salam, ardhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "A të ka dërguar Allahu azza wa jall ty?"
Po i thot profeti, me çfarë të ka dërgu? Atëherë i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bi silati al-arham. Me ka dërgu mu që të mbaj lidhjet farefisnore. Wa kasri al-awthan. Edhe që t'i thej idhujt edhe çfarë do i gjaje pra që adhurohet përveç Allahut azza wa jall, wa an yuwahhada Allahu la yushraku bihi shay. Edhe të adhurohet Allahu azza wa jall një edhe i vetëm e mos t'i shoqërohet atij shok në adhurim. E pra, kjo ishte ajo çështja kryesore, misioni kryesor që kishin pejgamber e Allahut azza wa jall në popujt e tyre. Në këtë kontekst vjen fjala Allahu azza wa jall: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ne nuk kena dërgu asnjë të dërguar para teje, o Muhammed, e të mos e kena shpall atij se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç meje, prandaj më adhuroni mua. Po ashtu thotë: "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Edhe na kena dërguar në çdo popull të dërguar që të thonë të atyne: adhurojeni Allahun azza wa jall të vetëm edhe largojeni çdo gjë që adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Pra, çfarë do gjë të qoftë ai gur, dru, melek, profet, njeri i zakonshëm, tonë adhurimet tona i atribuohen vetëm Allahut azza wa jall. Namazi jon i atribuohet Allahut azza wa jall, agjërimi jon Allahut azza wa jall, edhe çdo lloj lutja jon Allahut subhanahu wa taala, edhe çdo lloj adhurimi tjetër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Rëndësia e kësaj gjaje bëhet edhe më e fortë kur shohim se profeti alayhi salam kur i kërkoi shokëve të tij me i ripërtri besën që i kishin dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam prej neneve të kësaj bese, ishte edhe që të adhuronin Allahun azza wa jalla dhe të mos i kushtonin atij shok në adhurim, ndërkohë që ato e vepronin këtë gjë. Por se kjo vjen tamam në kontekstin e fjalës së Allahut azza wa jalla: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi." O ju që keni besu, vazhdimisht besojeni Allahun azza wa jall edhe të dërguarin e tij. Në lidhje me këtë ajet, As-Sa'di thotë kjo është një kërkesë për ta që në vazhdimsi me korrigju besimin e tyre, një kërkesë për ta që në vazhdimsi me korrigju besimin e tyre përmes sinqeritetit, larg idhujtarisë, besnikërisë në zemër, fjalë edhe në vepra, duke ju shmang gjanave që i prishin ato dhe duke u pendu nga çdo gjë që e zbeh imanin, besim. Jakubi alayhis salam, një prej pejgamberëve të Allahut azza wa jall, pejgamber që ka qenë tek Banu Israilët. Në momentet e vdekjes ai kishte frikë se çfarë kishin me adhuru fëmijët e tij mas vdekjes së tij. Ai këtë na tregon Allahu azza wa jall duke thënë: "Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ai ishit ju pra iftarët e librit të Allahu azza wa jall, dëshmitar kur ju afru vdekja Jaqubit edhe i tha bijve të tij: "Çka keni me adhuru pas meje?" قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kena më adhuru Zotin tanë, të adhurumin tanë edhe Zotin e prindve tuj, Ibrahimit, Ismailit edhe Ishaqut, një edhe të vetëm Zot që e meriton më adhuru dhe vetëm atij i ndërzum. Ibrahim a.s. I dashtoni Allahut azza wa jall. Kur thojmë i dashnin Allahut azza wa jall, janë dy. Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Ibrahimi alayhis salam. Vetëm këto dy e kanë arritur këtë gradë. Ibrahimi alayhis salam, prej pejgamberëve të dalluar të Allahut azza wa jall, i kërkon Allahut azza wa jall që me e largu atë edhe pasardhësitë e tij nga adhurimi i idhujve dhe çdo gjë që adhurohet përveç Allahut. E kush ishte Ibrahim? Thot Allahu azza wa jall në lidhje me të: "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina." Për kujto kur Ibrahimi tha: "O Zoti jem, bane këtë qytet të sigurt." "Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam." Edhe me mbrëmu edhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. E pikërisht kjo gjë i bashkon musliman. Kjo është ajo gjaja në të cilën muslimanët lidhen me njëri tjetrin, tek adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, një edhe i vetëm. Në këtë kontekst fjalë Allahut azza wa jall: "Innamal mu'minuna ikhwa." Me të vërtetë që besimtarët janë vëllezër, e pikërisht kjo vllaznia është më e fortë ndoshta se sa lidhja e gjakut. Allahu azza wa jall e përkujton profetin sallallahu alaihi wasallam. E përkujton vazhdimisht në lidhje me këtë pikë duke i thënë në shumë ajete, prej tyre u thot: "Wala takunanna minal mushrikin."
edhe mos u bën për idhujtarëve. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, mos lut me Allahun azza wa jall dikë tjetër, la ilaha illa hu. Askush nuk e meriton mu adhuru përveç tij, kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo gjë ka me u shkatru përveç fytyrës së tij, lahul hukmu wa ilayhi turja'un, vetëm atij takon gjykimi dhe tek ai keni për të kthyer. Pikërisht kjo është shtyllë për shtyllave të Islamit, sepse në lidhje me këtë bazohen në fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot bunya al-islamu ala khams. Është ndërtuar Islami mbi shtylla. Edhe gjën e parë që përmend thotë shahadati an la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Xhamatin e Rum, si që dina, vepra e mirë, adhurimi për të pranuar te Allahu subhanahu wa ta'ala ka dy kushte. Kushti i parë është që me keni kjo vepër e sinqert për hir të Allahut azza wa jall dhe për askën tjetër. Dhe e dyta është që me kanë kjo vepër ashtu siç e ka vepruar Profeti sallallahu alaihi wasallam, pa shpik diçka të re me të. Duke lidhur me temën tonë, adhurimet tona nëse na nuk e veçojmë Allahun azza wa jall në adhurim, nëse na i atribojmë shok Allahut azza wa jall, atëherë këto adhurime janë të kota, nuk pranohen. Se thot Allahu azza wa jall: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Thuaj Muhammed, pra unë me vërtet jam një njeri, ashtu siç jeni edhe ju. E mu më shpallet që i adhurumi i vetëm me të vërtet që e meriton më adhurua është një për Allahu azza wa jall. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. E kush person me taku Allahun azza wa jall, le të bëjmë vepra të mira në adhurimin kundrejt Allahut azza wa jall, mos të përzi shok, mos i shoqëroj shok Allahut subhanahu wa ta'ala. E këto vepra jo vetëm që nuk pranohen, por se asgjësohen, bëhen pluhun e hi. Thot Allahu azza wa jalla: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata bëjnë shirk Allahut azza wa jalla, shoqërojnë shok Allahut azza wa jalla në adhurim, veprat e tyre kanë më bë pluhun e hi, kanë më shkudam. Ndërkohë që ai që nuk e beson Allahun azza wa jalla, nëse bën vepra të mira, Allahu azza wa jalla nuk i bën pa drejtësi, e jep shpërblimin e këtyre veprave në këtë botë. I jep bereqet në familjen e tij, në pasurinë e tij, jep një jetë të rehatshme, por se në botën tjetër nuk ka asgjë tjetër përveç dërimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu azza wa jall, këtë besim të sinqert, këtë adhurim që i atribojmë vetëm atij, ka bërë shkak për siguri dhe ka bërë shkak për udhëzim. Na tregon Allahu azza wa jall në Kur'an duke thënë, kur flet për besimtarët, thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Ata që besojnë në besimin e tyre nuk e përzinën me pa drejtësi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Atyre thot Allahu azza wa jall i takon me kanë të sigurt dhe ato janë në rrugën e drejtë. E kur zbriti kjo ajet kuranore, shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk u ndinën mirë, kishin një problem. I thanë Profetit alayhi salam: "Ayuna la yadhlimu nafsa." Cili prej nesh nuk i bën pa drejtësi vetes së vet? Pra kush nuk bën në gjunahe? Të tanë na bim në gjunahe. E thot Profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk është kjo që mendoni ju përsa është diçka tjetër. A nuk e keni dëgju fjalën e Allahut azza wa jall ku thot: "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah." E kur i tha Luqmani, i tha djalit të tij: "O biri im, mos i bën shok Allahut azza wa jall në adhurim. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Me vërtetë që shirku është një padrejtësi e madhe. E kjo pikërisht ajo që është për qëllim në ajet. Allahu azza wa jall këtë besim, këtë veti të besimtarëve e ka bërë shpëtim nga vështirësitë e kësaj bote edhe vështirësitë e botës tjetër. Sepse pikërisht kjo fjalë u bë shkak me shpëtu pejgamberi Allahut Yunusi alayhis salam, i cili ishte në barkun e peshkut. Kur ishte në arsinë në barkun e peshkut, kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nuk ka të adhuru me të drejtë përveç teje, ti je i pastër, pa të meta. Nuk ka të adhuru tjetër me të drejtë vetëm se ti, o Allah, e ti të pa të meta. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i përgjigjet thot në Kur'an: "Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin." E ne ju përgjigjem më një herë atij
e shpëtuam atë nga halli që kishte dhe në këtë formë na i shpëtojmë besimtarë. Kurse për në botën tjetër, në lidhje me botën tjetër, na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, na thot: "Men laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah." Ai i cili e takon Allahun azza wa jall, duke mos i shoqëruar atij ortak në adhurim, ai ka për të hyrë në xhennet. "Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar." Allah i cili e takon Allahun azza wa jall duke i shoqëruar atij shok në adhurim, ka për të hyrë në zjarr. E kjo është morali i mirë me Allahun azza wa jall. Sepse shpesh në moralin e cungojmë vetëm me krijesat, me njerëzit, me ato që na rrethojnë, por se morali është më i rëndësishëm, morali me Allahun se sa morali me krijesat. Morali me njerëzit është i mirë, duhet me kanë. Por se është më i mirë morali me Allahun subhanahu wa taala, ky është morali më i mirë që mund të ketë muslimani me Allahun subhanahu wa taala. E ky moral është shkak që muslimani me hinë në xhenetet e Allahut azza wa jall dhe me shpëtu nga xhehenami. Në thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Ai i cili e thot fjalën la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu azza wa jall, me sinqeritet nga zemra e tij, ka me hinë në xhenet. Ai që e beson këtë fjalë, thot me zemër edhe vepron me gjymtyr, jo thjesht e thot me gjuhë. Sepse me gjuhë kanë thënë edhe dy fytyrshat. Munafik në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, por se nuk kanë me bë dobi, por sa është për qëllim ai i cili e thot këtë fjalë, e beson edhe e vepron me gjymtyr, e bën stil jetët islam, nuk e bën thjesht një teshë e hek edhe e vën kur don ai, por se e bën stilin e jetës së tij në mënyrë që në këtë botë Allahu azza wa jall më i dhan një jetë të mirë, edhe në botën tjetër më i dhan shpërblimet e tij, xhenetet e tij. E pikërisht për këtë thot Allahu azza wa jall për musliman, të cilët i përkushtojnë jetën Allahut azza wa jall, thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Kush bën vepra të mira, qoftë ai mashkull apo femër, duke qenë besimtar, "falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Edhe kena me i dhanë jetë të mirë në këtë botë, ndërsa në botën tjetër kena me i dhanë shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.